Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes nga studia qendrore këtu në Dritare Televizion. Unë jam Mikele Kadhanxhiu dhe ditën e sotme në intervistën e ditës do të ndalemi tek zhvillimet politike, ku ditën e dishme Klodian Braho është zgjedhur drejtuesi i ri strukturës së posaçme antikorrupsionit. Ai u zgjodh në krye të SPAK-ut me 7 vota nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Klodian Braho do të jetë pasuesi i Altin Domanit, i cili do të mbajë këtë post në mandatin e tij 3 vjeçar. Braho është cilësuar si një nga figurat më të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për të çështje do të kem në lidhje të drejtë për drejtë kryetarin e Unionit të Gazetarëve Shqiptar, zotin Aleksandër Çipa. Zotin Çipa, ju përshëndes. Ju përshëndes. Zoti Çipa, si shikoni ju çështjen e Klodian Brahos në krye të SPAK-ut? A ishte një vendim i pritshëm apo ishte kjo një surprizë? Po, përgjithsisht reporterët e kronikës dhe ata që mbulojnë sistemin e drejtësisë e patën njoftuar që ndër kandidatët mundësitë më të mëdha për ta fituar vijimin e mandatit pas zotit Dumani ishte zoti Braho. Kështu që në këtë këndvështrim nuk është se kemi diçka që ndryshoi apo diçka të re. U vërejt që faktori ndërkombëtar, kryesisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes përfaqësuesit në detyrë në ambasadën e tyre në Tiranë dhe përfaqësuesit e BE-s dhe Britanisë në të njëjtën kohë kishin një dakordësi dhe bëjnë këtë edhe për shkak të pozicionit që ata si përfaqësues të këtij faktori kanë në sistemin e ri të drejtësisë. Pra faktori ndërkombëtar është prezent edhe kushtetueshmërisht për monitorimin dhe procese të tilla zgjedhore që kanë të bëjnë me institucionet më të rëndësishme të drejtësisë ose e thënë ndryshe më i rëndësishmi i drejtësisë siç është SPAK-u. Nga ana tjetër, duke qenë një individ i cili e ushtron detyrën brenda këtij institucioni dhe që praktikisht numri i prokurorëve të SPAK-ut nuk është se është shumë i konsiderueshëm, do të ky lloj rotacioni ose kjo stafet e qarkullimit të drejtimit të institucionit është i gjë e natyrshme dhe nuk është se përbën problem. Por, në mënyrën se si ndodhi, në mënyrën se si faktori, le të themi, që e bën selektimin zyrtar, pra përfaqësuesit e KLP-s në këtë seancë, ekspozuan dy elemente për cilat opinioni publik dhe komentojësit kanë mbajtur vëmendjen e tyre dhe e kanë artikuluar publikisht. E para, mënyra se sa rutinore dhe në mënyrën, le të themi, klasike bëheshin pyetjet stereotipike dhe nga ana tjetër që mungoi një po të them ballafaqim deontologjik ose profesional me intervistuesit dhe kandidatët për këtë post që pretendoi dhe që tashmë zyrtarisht u mor prej zotit Braho. Zoti Braho është cilësuar si një nga figurat të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti Çipa, sa ndikojnë faktorët ndërkombëtar në zgjedhjen e drejtuesve të institucioneve në drejtësi këtu në Shqipëri? Po, nëse sjellim në vëmendje rastin e zgjedhjes së zotit Dumani, e dim fort mirë se sa ndikim të drejtë për drejtë dhe autoritet pati për zgjedhjen e zotit Dumani përfaqësuesi diplomatik i SBA-s në Tiranë. U duk sikur edhe në rastin e zotit Braho u ripërsërit e njëjta skem, aq më tepër që një ditë para se të ndodhte procesi, mënyra se si u ekspozua dhe kontakti informal që u vendos midis të ngarkuarës me punë në SBA në Tiranë dhe zotit Braho, paralajmëroi këtë zgjedhje që triumfoi edhe me votat e antarëve të KLP-s. Nuk ka asnjë dyshim që Shtetet e Bashkuara të Amerikës në cilësinë e vendit me partneritet strategjik me Shqipërinë e kanë një lloj, le të themi, angazhimi institucional, funksionimin në këtë mënyrë dhe në procesin e post-amendimit të kushtetutës, institucionin e rëndësishëm të SPAK-ut, por jo vetëm atë, edhe Byron Kombëtar të Hetimit. Jemi në një epokë ku është kaluar tashmë përfundimisht nga i ashtuquajturi regjimi pavarësisht nga rotacionet politike i pandëshkueshmërisë juridike tek një moment i ri ku ndëshkueshmëria ka edhe nivelet më të larta, qoftë të vendimarrësve politik, qoftë edhe të vendimarrësve qeverisës të vendit. Dhe në këtë këndvështrim duket sikur antagonizmi midis pushtetit politik dhe pushtetit të drejtësisë në Shqipëri nuk është më thjesht një fazë kalimtare, por me sa duket do të jenë dy pozicionime të përhershme
të cilat nuk tjetërsohen nga rotacionet dhe nuk tjetërsohen më nga autoriteti apo autoritarizmi që mund të ketë një udhëheqës politik i shtetit, qoftë ky majtas, qoftë edhe djathtas. Ne zoti Klodian Brahun e kemi parë si prokuror. Zoti Çipa, ju si e shihni atë si kryeprokuror në këtë pozicion të ri që sapo ka marrë? Po cilësinë e parë atë të prokurorit nuk ka se si ta braktisë dhe aq më tepër ta tjetërsojë. Aspekti i cilësisë që i mbivendoset cilësisë së prokurorit si administrator i SPAK-ut, natyrisht që ka specifika, sepse përcakton jo vetëm politikat administruese të proceseve dhe të përballjes me insinuatat dhe konjunkturat që shkaktojnë dhe mbartin si reagime në rastet e niveleve të larta, qoftë të politikanëve, qoftë të përfaqësuesve në nivelet e ekzekutivit apo në administratën e lartë publike të vendit. Kështu që në këtë këndvështrim, drejtuesi i SPAK-ut është një person i cili kalon nga funksionaliteti i tij në një cilësi të dyfisht, atë të funksionit që kryen, por dhe të protagonizmit institucional, ose e thënë ndryshe të protagonistit si titullar i institucionit. Dhe në rastin e zotit Dumani ne pam se për shkak të situatës, raporteve të krijuara me disa nga protagonistët më potencial të skenës politike dhe të jetës administrative o politike të Shqipërisë, u stigmatizua nga ata dhe u vendos në situatat goditjes verbale dhe të stigmatizimit edhe politik edhe partijak. Kështu që në këtë këndvështrim prokurori Brau duhet përgatitet se tashmë është një protagonist si titullar i institucionit që nuk do të bëj përjashtim nga situatat e ballafaqimit agresiv apo qoftë edhe antagonist të ashpër me palët dhe aktorët politik në këtë Shqipëri. Partitë tona politike dhe sidomos në niveli i lartë i udhëheqësve ka dëshmuar që edhe pse mund të japë ndryshim të qasjes në qëndrimet ditore, në thelbin e vet dhe në brendin e ndërgjegjës së vet, janë refuzant të drejtësibërjes dhe refuzant të llogaridhënies. A mendoni se zoti Brahaj do të ketë sfida në këtë mandat? Zoti Brau do të ketë sfida shumë të rëndësishme. Aktualisht ai ndodhet në një sfidë që është përballja e organit të SPAK-ut me procesin hetimor të nisur dhe akuzën e formuluar ndaj zëvendës kryeministres dhe ministres pezulluar të energjisë dhe infrastrukturës. Ky është një proces që de facto nuk ka mbetur thjesht në aulat e procedimeve dhe ecurisë së mëtejshme juridike, por ka shkaktuar dhe impaktime të tjera. Vetë kryeministrin në cilësinë e kryeministrit i është drejtuar gjykatës kushtetuese e cila pritet të japë verdiktin e vet dhe interpretimin e vet. Por nga ana tjetër, kemi edhe një situatë që do të pasohet nga ajo që unë e them se deri në çastin që po flasim, kryeministri nuk preferoi që të mbante atë reagimin tradicional të krijuar sidomos në 2 mandatet e fundit të qeverisjes së vet, të pranimit të dorëheqjes dhe të mos ofrimit një qëndrimi mbështetës, qoftë drejt për drejt apo të tërthort politik për protagonistët e smajtës që kanë qenë në nivelet e ekzekutivit. Rasti i zonjës Balluku është një rast i cili nuk imiton pararendësit dhe si tillë edhe pritmënia publike, edhe ndjeshmëritë e larta institucionale, diplomatike dhe juridike janë më të larta se në rastet pararendëse. A mendoni se mundet të rritet presioni politik për SPAK-un me ndryshimin e kreut të saj? Mendoj që nuk bëhet fjalë për rritjet presionit. 2 kahet e politikës kanë dhënë shenja që po përgatisin amendime të reja kushtetuese ku përfshihet edhe kodi penal, por në mënyrë të veçantë edhe aspekte ligjore që lidhen me funksionet e sistemit të gjyqësorit dhe sistemit të akuzës në Shqipëri. Nëse në këto amendime do të përfshihet edhe veprimtaria e institucionit të SPAK-ut atë byros kombëtare të hetimit, padyshim që mund të krijohet një situatë dhe një marrëdhënie e re ballafaqimore midis 2 pushteteve, aty drejtësisë dhe politikës. Por deri tani, të themi të drejtën, ata janë paralajmëruar nga faktori ndërkombëtar dhe praktikisht nuk e kanë aq të lehtë atë që mund të rikthejnë status quo-n e dikushme kur pushteti politik
zotronte 7 lartësi mbi të gjitha pushtetet e tjera të Republikës sonë parlamentare. Dhe këtu e kam fjalën edhe në relacion me pushtetin e drejtësisë. Gjithashtu, në këto momente le të ndalemi pak zoti Çipa edhe tek zgjedhja e avokatit të popullit, të cilën këtë detyrë tashmë e ka marrë Endri Shabani, i cili është zgjedhur me 85 vota pronë në kuvend. Zoti Çipa, cila është një ndër arsyet që Partia Demokratike u tërhoq nga ky nënshkrim? Nuk ka si dyshim që ka qenë një manovër politike për të mos u vendosur në ballafaqim llogaridhënës me kandidatët që zyrtarisht në pikpamjen verbale u ofrojnë mbështetjen dhe gatishmërinë Partia Demokratike. Dhe këtu e kam fjalën për rastin e zonjës Kalaja apo për rastin e zotit Ndregjoni, që në artikulimet vetjake, qoftë edhe të udhëheqësit të partisë, jo vetëm që u shpreh gatishmëria, por edhe le të themi dakordësia publike për mbështetjen e tyre. Por në kushtet kur nga Partia Demokratike u lëshuan firmat e propozimit për kandidatin i cili rezulton i fituar përmes votave të shumicës socialiste, kemi të bëjmë e një taktik politike, mendoj unë, dhe është një qasje që me sa duket midis dy kaheve, nuk e përjashton atë që quhet dakordësinë e tërthort për akte dhe procese, pse jo, real politike që u interesojnë udhëheqësve të lartë të partisë apo grupeve që influencojnë vetë udhëheqësit, në rastin konkret kryesisht tek opozita. Në procesin e votimit ose mbledhjes së votave dhe firmave për kandidatin Endri Shabani, Partia Demokratike ka pësuar një lloj goditje të imazhit dhe përgjegjësisë për mos unifikimin e qëndrimeve politike në parlament dhe aq më tepër për persona që zgjidhen në institucione të mëvetësisë kushtetuese, të pavarësisë, siç është avokati i popullit. Dhe në këtë këndvështrim efekti i brendshëm në Partinë Demokratike, rasti i avokatit të sapo emëruar apo të votuar të popullit, zoti Endri Shabani, përbën një kazus të ri të debatonjës brenda Partisë Demokratike, jo vetëm sot, po besoj edhe në ditët e ardhme. Zoti Çipa, pritej që të fitonte këtë mandat 5 vjeçar Endri Shabani nga Partia Demokratike? Jo, nuk pritej, por kam përshtypjen se në këtë këndvështrim mënyra se si e ka realizuar, qoftë edhe marrjen e besimit majtas apo djathtas, po kryesisht djathtas në rastin e firmave propozuese, zoti Shabani pas ka qenë një inteligjencë e tij si kandidat. Ndonse këtë inteligjencë e pati më të dobët dhe natyrisht edhe më të sfumuar në cilësinë e kryesuesit të një formacioni të ri politik dhe aq më tepër në cilësinë e një bashkëkryesuesit të një koalicioni modest i cili psoi një sfidë elektorale dhe që ndëshkoi bashkëortakun e vet në rezultatin përfundimtar dhe në ecurinë e mëtejshme politike. Në shumicën e opinionit publik shqiptar, zoti Shabani krijoi perceptualisht imazhin rishtar të një politikani të rinj, por në fakt, në rastin e kandidimit në cilësinë e kandidatit për avokat i popullit, pas ka qenë më inteligjent se sa në aktivizmin partijak dhe politik të tij. Cila ka qenë arsyeja që Partia Demokratike ka bojkotuar procesin e votimit, pasi ata janë shprehur se nuk ka qenë propozimi i tyre që Endri Shabani të ishte një ndër emrat e propozuar për avokat të popullit? E thash edhe njerë, e para njerë është një reagim i vonuar dhe tërheqje e vonuar e Partisë Demokratike, por në të njëjtën kohë dëshmon edhe ekspozimin e një qëndrimi ndoshta të pamaturuar dhe të pastudiuar të vetë udhëheqësisë së lartë Partisë Demokratike, se nuk ka se si të lëshohen firmat nga grupi i konsiderueshëm deputetësh për një kandidat të cilin nuk e dëshiron zyrtarisht partia dhe formalisht dhe kryetari i partisë. Por me sa duket, undergroundi që nga më përcaktues se sa pamja formale dhe artikulimi formal. A mendoni se Endri Shabani ishte një ndër emrat e dur për këtë pozicion? Por në raport me kandidatët e paraqitur në këndvështrimin tim, zoti Shabani ofron 2 specifika të cilat duhet i themi. E para njerë ka një nivel shkollimi dhe arsimimi perëndimor, kryesisht anglosakson,
i cili vlen për mënyrën e partneritetit që do të ketë avokati i popullit me homologët e vet, jo vetëm në rajon, por në nivel evropian dhe ndërkombëtar më gjerë. Së dyti, është një proces të kualifikimit studimor dhe formonjës të tij, i cili bën diferencën me përfaqësuesit dhe kandidatët e tjerë që u propozuan. Nga ana tjetër, edhe pse nuk ka një përvojë të posaçme të përfshirjes apo të kontributit në administratën publike, ai është një mundësi për të bërë, le të themi, një ndërthurje të mirë midis një të riu apo një eksperti të formuar në universitetet britanike dhe në ato shqiptare më të cilësishme, por nga ana tjetër edhe të krijojë, le të themi, një kontribut për rigjallërimin e administratës së avokatit popullit, sepse ne duhet të ndërgjegjësohemi që institucioni i avokatit të popullit mbart një vlerë të posaçme për sa i përket jo vetëm konstatimit të shkeljeve të lirive themelore, po mbi të gjitha të formulimit të ankesave dhe denoncimeve institucionale për rastet e dhunimit, shkeljes dhe shpërfilljes së lirive themelore dhe ballafaqimit të këtij realiteti me detyrimin e institucioneve për të reaguar dhe për të vepruar në njësinë e kohës, në përputhje me kushtetutën dhe legjislacionin e unifikuar europianist të Shqipërisë. Dhe këtë mund ta bëjë vetëm një person i cili zotron kulturën, aftësinë, kapacitetin, pse jo, edhe partneritetin në rrafshin rajonal, komunitar dhe ndërkombëtar. Zoti Çipa, unë ju falenderoj që ditën e sotme ishit i pranishëm në intervistën e ditës këtu në Dritare Televizion. Faleminderit zoti Çipa. Faleminderit. Zonja dhe zotrinj, kemi ardhur në fund të kësaj hapësire të intervistës së ditës këtu në Dritare Televizion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru takofshim në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.